Sot do të varroset 49 vjeçari Faruk Jusufi, i cili u vra mbrëm nga vëllai i tij në fshatin Bokshëq të Klinës. Kjo bëhet ditur nga fshati Bokshëq, ku thuhet se varrimi bëhet në ora 16 në varrezat e fshatit. Ndërkaq në lidhje me rastin, prokuroria ka njoftuar se do të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Policia e Kosovës ka dhënë detaje për rastin tragjik të gruas që ra nga ura e Moglicës dhe e njëjta ka humbur jetën. Viktima kishte rënë në ujë nga një urë ku e njëjta ishte tërhequr nga uji nga një qytetar kalimtar rasti. Njësitë relevante kanë dalë në vendin e ngjarjes ku nga stafi mjekësor është dhënë ndihma e parë viktimës dhe më pas është dërguar në emergjencë për trajtim të mëtutjeshëm. Sipas stafit mjekësor, viktimës i është keqësuar gjendja dhe e njëjta kishte ndëruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion, thuhet në raportin e policisë. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka gjetur një sasi të armatimit në një shtëpi të pabanuar në Varak të Zubin Potokut. Në raportin 24 orësh bëhet e ditur se gjatë patrollimit janë gjetur dhe konfiskuar një AK-47 me 5 karikatur të mbushur me 68 fishek, 2 uniforma të kamufluara, pajisje për pastrimin e armëve dhe një granat dore, ku këtë të fundit e kanë tërhequr njësitë i EOD-s. Bëhet e ditur se është njoftuar prokurori dhe rasti është duke u hetuar. Në cilësinë e presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova me 23 dhjetor 1997 bëri shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare dhe presidenciale për datën 22 mars 1998, të cilat sipas KQZ-s u mbajtën në 29 zona njësi zgjedhore për të zgjedhur presidenti dhe 130 deputet, 100 prej të cilëve dalin në zgjedhje të drejtpërdrejta, kurse 30 vende të tjera shpërndahen sipas proporcionit. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Presidenciale e Parlamentare të 22 marsit 1998 ishte caktuar gjykatësi Tadej Rodiqi. Sipas KQZ-s, në këto zgjedhje morën pjesë 10 parti politike, 3 asociacione, Shoqata e Juristëve të Pavarur, Lëvizja e të Gjelbërve e Kosovës dhe Lidhja e Qytetarëve e Kosovës dhe 3 kandidatë të pavarur për deputet, 2 nga Deqani dhe 1 nga Dragashi. Me 19 mars 1998, Ibrahim Rugova i bëri apel popullit të dalin masovikisht në zgjedhjet parlamentare e presidenciale me 22 mars. Në infrastrukturë,